Besimtari sot ballafaqohet me një klim, pra ta quajmë masisoj, një klim e cila rrotull ti fryn erëra të ndryshme, edhe stuhi të ndryshme, dhe besimtari, si tha pejgamberi Muhammed a.s. është ajaban li amri al-mu'min, innama amruhu kulluhu al-khair, wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. E çuditshme, e habitshme puna e besimtarit. Kur flet mirë, kur vepron mirë. Wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Dhe kjo nuk I takon kurrkujt tjetër vetëm se besimtarit. Pra ky është besimtari sot, besimtar I cili vepron mirë, flet mirë, punon mirë, vepron mirë, dhe është e mira të gjithëve. Kështu që Allahu te bareke ve teala e kalon këtë mu'min, e kalon këtë besimtar, mi kuptue realitetin e realiteteve, me njoft kozmosin, me njoft dunjan në cilën jeton. Pejgamberi Muhammed a.s. tregon për këtë mu'min që thot, nëse është duke u bërë kiameti, e ka një fidan ose një pemë në dorë, le ta mbjellin atë. Pra kjo është filozofia e urtësisë së besimtarit, që kur ka atë pemë në dorë, ta mbjellin atë, edhe nëse është të bë kiameti. Pra kjo do të thotë se ta mbjellin forën e mirë, jo vetëm pema simbolik është këtu në këtë fjalë, po është fjala dhe mbjellja e fjalës të mirë, punës të mirë. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu qawlan tayyib aw yaskut aw yasmut, ka thënë pejgamberi Muhammed a.s. Kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, të flasin mirë ose le të heshtin, sepse dhe heshtja nga njëherë është flori, është e çmuar, është margaritar, është perle vërtet. Ndihmoni njerëzit të cilët përhapin fjalën e Allahut. Ndihmoni njerëzit të cilët punojnë për të mirën e Allahut. I lum ai njeri dhe lumi ai njeri që e kupton pse ka ardhur në këtë dunja. E ky është mu'mini, ky është besimtari. Innamal mu'minuna ikhwatun. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dhe bëhuni vëllezër për hir të Zotit, tha Muhammed Mustafa a.s. Pra të bëhemi vëllezër për hir të Zotit. Vëllazëria dëshmohet në të ushqyer, vëllazëria dëshmohet në raste të vështirësive, vëllazëria dëshmohet në raste të smundjeve, vëllazëria dëshmohet edhe në momente të hidhrimit, pikëllimit, në momente të gëzimit. Sa herë ne si besimtar, pra sa herë kemi trokitur në dyert e vëllezërve besimtar tonë për t'ju ditur gjendjen e tyre, hallin e tyre, problemet e tyre, që t'jemi më afër tyre. Siç thot pejgamberi Muhammed a.s. për semurin. Thot momentin që niset besimtari për shku për ta vizituar besimtarin kur është I shtrut në spital apo është I semur, nga I moment që niset për ta vizituar, me lajket bëjnë dua për të. Edhe në momentin që është aty dhe deri në momentin sa të kthehet prapë në vendin e caktuar. Pra me lajket bëjnë dua për këtë njeri. Subhanallahil azim. I lartë është Allahu, e lartë është madhëria e Tij. Pra besimtari sot duhet jetë vigjilent. Besimtari kur e sheh një të keqe, siç ka thënë pejgamberi Muhammed a.s. ta ndryshon me dorë, s'mundet me dorë, me gojë. Po pastaj me zemër ta urrej, po kjo wadhalika ladaful iman, po kjo është me dobta pe imanit. Prandaj ky është besimtari, në këtë shekull 21, në këtë shekull të vigjiljes dhe të mendimeve të reja, të insanu xhedid, të njeriu të ri, I cili e ka ndryshuar këtë njerëzim me këtë teknologji dhe me këtë ndryshim dhe me këto inovacione të mëdha. Besimtari është përballë sfidave të mëdha, pra të njeriu të modern, të ndryshimit madhor, të epokës madhore. Kështu që vëllezër besimtar dhe besimtare, të jemi vigjilent në këto kohëra, ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin. Lam të mirë armë, larg armëve, larg luftrave, afër dashurisë, afër gjuhës së bukur, margaritarëve dhe çiltërsisë. Sa më shumë vëllazërek, sa më shumë vëllazëri, sa më shumë begati, sa më shumë afërsi ndaj njëri tjetrit, sa më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit. Ju duam të gjithëve, Zoti ju nderoft me të mira.